Nuk mund të harroj natën kur e dërgova gruan time në spital për lindje. Ishte në gjendje shumë të keqe. Ishte bërë për të ngushëlluar. Pasi arritëm në spital, nxituan motrat dhe infermieret me një letër që do të duhej të nënshkruaja për të kryer lindjen me operacion, pasi që ndryshe nuk mund të bëhej. Pas lindjes më lajmëruan se djali im do të qëndronte në spital për disa ditë për shkak të lëndimeve që ka pësuar gjatë lindjes. Respektivisht, nuk ishte mundur të thithte oksigjen gjatë operacionit, sikur që kishte pësuar dhe një pneumoni të rënd. Sikur të mos mjaftonin këto. Pas 2 ditësh mjeku më merr në telefon dhe më tregon se gjendja e Timbiri është përkeqësuar shumë dhe se vetëm Allahu i madhëruar mund ta shpëtonte atë. Po në rast se shërohet, do të ngel me ndonjë pasojë, e pyeta. Për shkak të dëmtimit të trurit gjatë operacionit mund të ketë defekte, zhvillim të ngadalësuar psikik dhe nervor, më tha. Këto lajme më çorientuan. Nuk dija nga t'jem mbaj. Ecja si kur të isha i pa kokë. Më kujtoheshin dhimbjet e gruas në shtëpi, në spital, dhe ja tani, prap lindje me probleme. Në këtë gjendje përkujtova se çdo gjë është në dorën e Allahut të madhëruar dhe jo të njerëzve. Kështu që mora abdes, i fala 2 rekate, dhe i luta Allahun me gjithë zemër të më ndihmonte. Të nesërme shkova në spital, ndërsa takova në korridor një infermiere e cila më tha: "Nesër do të dalë biri juaj. Gjendja e tij është përmirësuar për 180 shkallë." E vizitova gruan time, ndërsa mora lajmin se ajo dilte sot nga spitali. Sot, biri im, jo vetëm që është shëndoshe mirë, por gëzon nivel zgjuarësie shumë të madhe se sa mosha që ka. Dhimbja dhe vështirësitë shkuan fal 2 rekateve të çiltra që fala për Allahun e madhëruar.